Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në vazhdim të leximit të haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve dhe ethereve që kanë ardhur nga sahabët dhe ata që vinë mas tyre më të mirë, të cilët i kanë mbledhur prisi besimtarve në hadith Imam al-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe e bëft nga banorët e xhenetit Firdaus. Jemi në temën 55 të librit Bab el-Usatu bil-Jar. Thot Imam Buhariu, tema porosia për komshiun. Dhe pasi kemi përmbyllur disa tematika, siç është tematika në lidhje me bamirësinë ndaj prindërve dhe tematika në lidhje me bamirësinë ndaj farefisit dhe mbajtjes së lidhjeve farefisnore, jemi në tematikat që lidhen Walaikum salam wa rahmatullah. Jemi në tematikat që lidhen me të drejtat e komshiut dhe sjellja e mirë ndaj tyre. El-usatu, porosia, realizohet. Pra kjo porosi që sheriati na ka lënë në lidhje me komshiun, realizohet që ti bësh mirë sa të mundesh me forma të ndryshme komshiut tënd dhe të ruhesh që të mos e dëmtosh atë me asnjë lloj dëmi, qoftë në pasuri apo nder apo në gjitha format e dëmtimit. Dhe shkaku për këto të drejta është afërsia që ka ai me ty. Në këtë temë Imam Buhariu ka sjellë dy hadithe. Hadithi i parë, i cili transmetohet nga Aisha radiallahu anha, e cila thot nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Vazhdoi Jibrili her pas here të më porosiste për komshiun, gjersa mendova se do ta trashëgonte. Në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjali nga e cila ne kuptojmë që Gjibrili alayhi salam e porosiste shpesh dhe në vazhdimsi të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për të drejtat e komshiut, për hakun e komshiut. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke e parë të gjitha këto fjalë dhe gjithë kjo shpeshtim i porosive, mendoi se Gjibrili, duke marrë urdhër nga Allahu i madhëruar,
do ta bënte trashëgimtar të pasurisë. Është shumë e kuptueshme për të na treguar që komshiu ka një vend të posaçëm, një vend të rëndësishëm dhe sheriati i ka dhënë rëndësi të madhe të drejtave të komshiut. Dhe format e bamirësisë, për shembull, është duke i dhënë atij selam, është buzëqeshja kur e takon atë, fjalët e mira kur hyn dhe kur del dhe kur përballesh me të, interesimi për gjendjen e komshiut, dhuratat e ndërsjellta, ushqimi që i çohet ose pija, e tjerë, të gjitha këto janë prej llojeve të bamirësisë që komshiu ja përcjell komshiut të tij. Nëse i bëjmë këto veprime, atëherë kemi shpërblim të madh ka Allahu dhe kemi realizuar një nga detyrat e mëdhaja dhe kryesore të fesë sonë të bukur islame. Dhe Gjibrili a.s. është i dërguar i Allahut, ashtu siç është dhe Muhamedi a.s. i dërguar i Allahut. Gjibrili është i dërguar i Allahut nga me lajket dhe Muhamedi a.s. është i dërguar i Allahut nga njerëzit. Përcjell fjalën e tij. Detyra e tyre është të përcjellin fjalën e Allahut. Dhe duke qenë se e porosiste në vazhdimsi, atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mendoi që ai do të ketë edhe pjesë në trashëgimi. Kjo tregon që sa i afërt bëhet komshiu gati si gjaku, si farefisi jot dhe familja jote, të cilët kur ti vdes të marrin pasurinë dhe e trashëgojnë. Tani në lidhje me pjesën që komshiu nuk duhet ta dëmtoj komshiun e tij, pra e para është që duhet i përcjellë të mira, duhet të bëj bamirësi ndaj tij. Tani në lidhje me pjesën që komshiu nuk duhet ta dëmtoj komshiun e tij, pra e para është që duhet i përcjellë të mira, duhet të bëj bamirësi ndaj tij. Por njëkohësisht duhet të ruhet mos i shkaktoj dëm. Dhe për këtë shkak njeriu duhet të ruhet mos bëj në shtëpinë e tij zhurmë. Nga kjo zhurma shqetësohet komshiu. Pra që kjo zhurmë mund të vijë nga veglat e punës që ai mund të përdori, ose mund të vijë nga çdo lloj sebebi tjetër, dhe ose të mos shkaktoj në shtëpinë e tij era të këqija të cilat shqetësojnë komshiun. Njëkohësisht duhet të ruhet të mos e vëjë në siklet komshiun duke hapur dyrë apo dritare në vende që atij i cënohet privatësia. Prandaj kujdesi duhet të jetë maksimal.
Edhe në kohën e ignorancës, në kohën e xahiljetit, ka pas prej arabëve që këtë vepër e shikonin dhe i jepnin rëndësinë e duhur. Është një poet në kohën e ignorancës që quhet Antara. Ky është poet i njohur arab, nga më të njohurit e poetëve, dhe ai ka lënë një varg nga poezitë e shumta që ka bërë, që thotë: "Wa aghuddu tarfi in badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha." Shikimin ul kur gjitonja shfaqet, derisa ajo në shtëpi të futet. Pra ky varg poezie na tregon edukatën që ata zbatonin në lidhje me komshiun. Kur bashkëshortja e komshiut i dilte atyre përpara, ata ulnin shikimin. Pra, nuk po flasim për gjithë, po një pjesë, saqë kjo poezia ka qenë e lavdruar. Pra një pjesë e tyre e ulnin shikimin derisa gruaja, bashkëshortja e komshiut, të futej në shtëpinë e saj. Kështu që këto i ka pohuar Islami dhe i ka vërtetuar, prandaj duke qenë se këto vepra i bënin njerëzit në kohën e xahiljetit, atëherë në Islam është e forcuar dhe e forcuar akoma më shumë. Kujdes, pastaj prap kujdes për ata persona që spionojnë dhe shohin tinës komshiun e tyre. Duhet të frenohen nga kjo vepër, duhet të pendohen tek Allahu, sepse gjunahu dhe ndëshkimi për një vepër të tillë është e madhe dhe gjunahu shumë fishohet. Një gjunah i shtohet një gjunah, i shtohet një gjunah, i shtohet një gjunah dhe bëhet shumë fish dënimi për një vepër, siç do vi dhe në temën tjetër, ku tregohet që një gjunah, nëse i shtohet edhe një vepër tjetër, bëhet më i madh dhe ndëshkimi për të është më i madh. Prandaj, njeriu më i afërt për ty, që ti ja di të fshehtat dhe e di momenti kur hyn dhe kur del, është komshiu. Pra atë mund ta spionosh më kollaj se të tjerët dhe mund të shikosh në privatësinë e tij më kollaj se të tjerët. Prandaj kujdes dhe pendim. Ata persona që dikur ose ndonjëherë e kanë bërë këtë veprim, duhet të pendohen përpara se t'i vi shpirti për t'i dalë dhe të pastrohen përpara se t'i vi vdekja. Dhe imani është mohuar në një hadith që la yu'min, pra men lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, pra imani i plot është mohuar për atë person i cili komshiu i tij nuk sigurohet, nuk është i sigurt nga të këqijat e këtij person. Komshiu për komshiun duhet të jetë i sigurt, kur ai të largohet, duhet të ndjejë siguri. Nëse ka frikë nga komshiu i tij që mund t'i bëj keq, ky person imani i tij nuk është i plot. Prandaj duhet të pendohet dhe t'i braktisi këto punë të fllihta. Fjala komshi përfshin besimtarin dhe përfshin jo besimtarin. Po ashtu përfshin të afërtin tant në lidhje gjaku
ose në lidhje afërsie dhe të largëtin. Përfshin vendaliun, që është me vendbanim të hershëm tek ajo, po përfshin dhe jabanxhiun, i cili ka ardhur nga në një fshat ose ka ardhur në një vend tjetër. Me të gjithë këto persona dhe me të gjithë llojet i përfshin fjala komshi. Pra duhet t'ia shikosh të drejtat dhe mos diferencosh njërin apo tjetrin. Normalisht që kur komshiu është besimtar, haku i jot dyfishohet, sepse e ke edhe komshi, është edhe besimtar. Kur e ke të afërt nga ana e farefisit, prap shtohet e drejta, shtohet haku i tij. E kështu me radhë. Po gjithsesi, të gjithë i përfshin fjala e saj. Dhe përgjegjësia e njeriut në thirrje dhe në davet, kur personi nuk është besimtar ose është gjunaqar, shtohet. Pra ne kemi përgjegjësi që ta ruajmë këtë hak në mënyrë që kjo të jetë pjesë e thirrjes tonë dhe e davetit tonë. Kemi përgjegjësi, do pyetemi përpara Allahut subhanahu wa taala. Nga hadithi që do të vijë edhe në temat e më mbrapa, i Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, i cili kur therte ndonjë bakti, i çonte një pjesë edhe komshiut të tij, i cili ishte jehudi. Dhe përmente hadithin që neve e kemi në temë, që thoshte çojeni atij sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pra vazhdonte Xhibrili të porosiste me komshiun, derisa mendova që do ta trashëgoj. Pra, vlera e bamirësisë ndaj komshiut që nga e madhe dhe rreziku i cënimit të hakut të tij që ka gjithashtu e madhe, duhet kujdes. Hadithi i dytë i temës që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nga Ebu Shurejh el-Khuzai radiallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Ky hadith përbëhet nga 3 fjali. Të treja këto fjali fillojnë me fjalën kush beson Allahun dhe ditën e fundit. Pra, ta përkthejmë një herë, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kush beson Allahun dhe në ditën e fundit, le t'i bëj bamirësi komshiut të tij. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të respektoj mikun e tij. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flasi mirë ose të hesht. Pra të treja këto fjali fillojnë me fjalën kush beson Allahun dhe në ditën e fundit. Këtu ka një dobi, sepse besimi përmbushet dhe plotësohet në zemër. Dhe pasi plotësohet në zemër, atëherë fillojnë edhe përmirësohen gjymtyrët, veprat e jashtme. Prandaj, robi, kur do të bëjë një vepër të mirë, le të kujtojë Allahun.
le të kujtoj krijuesin, le të kujtoj të adhuruarin, dhe le të kujtoj përfundimin ton dhe shpërblimin e veprave që ne i bëjmë, shpërblimin e këtij adhurimi. Le të kujtoj fillimin dhe mbarimin. Le të kujtoj Allahun dhe le të kujtoj ditën e fundit. Nëse njeriu i kujton këto, kjo e shtyn që ai të veprojë vepra të mira. Dhe kjo e shtyn që ai të pengohet nga gjunahet. Prandaj, këto fjali të kujtojnë që ti nëse do t'i bësh bamirësi komshiut, ta dish që nuk humbet ke Zoti dhe shpërblimin do ta marrësh në ditën e fundit, në ditën e Kiametit. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le t'i bëj bamirësi komshiut të tij. Në një transmetim ka ardhur fela yu'dhi jarahu, mos e dëmtoj komshiun. Pra, në të dyja krahët, bamirësia ndaj tij dhe mos dëmtimi dhe mos mundimi dhe lëndimi ndaj tij. Të dyja këto krah duhen parë. Dhe e tham, e shpjeguam, me të gjitha llojet që njeriu ka mundësi t'i bëj mirë dhe të pengoj të keqen ndaj tij. Pra tham që kur njeriu rregullon pjesën e brendshme, atëherë rregullohet edhe pjesa e jashtme. Dhe kjo na kujton hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb." Në trupin e njeriut është një copë mishi. Nëse ajo përmirësohet, përmirësohet i gjithë trupi. Dhe nëse ajo prishet, prishet i gjithë trupi. Ajo është zemra. Prandaj, në këtë kuptojmë që besimi rritet, rritet dhe ulet. Rritet me punë të mira dhe ulet me punë të këqija, dobësohet dhe forcohet. Në pjesën e dytë të fjalisë, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta nderoj mikun e tij. Duhet që muslimani t'i japi rëndësi të drejtës së musafirit. Dhe në këtë temë do të vinë në temat e mëvonshme në lidhje me musafirin, po gjithsesi themi fjalën e përgjithshme që njeriu e ka detyrë të respektojë musafirin, t'i buzëqeshë atij kur ai vjen, pra ta presi me buzëqeshje dhe jo me fytyrë të vrentur. Ta gostis dhe t'i shërbej musafirit. Kjo pra është një nga veprat që është vepër e madhe dhe e lavdruar. Në fjalinë e tretë, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flas mirë ose të heshtë. Këtu kemi një ftesë për vetë kontroll të gjuhës. Kush e kontrollon gjuhën, ka fituar. Nëse mundet të flas mirë, nëse ka dituri dhe është e domosdoshme e folura, atëherë duhet të flas mirë. Ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari i tij, ka thënë sahabët, ka thënë selefët, të flas mirë. Nëse nuk ka dituri, atëherë le të hesht, sepse
Nëse ti ke frikë mos rrëshkasësh, atëherë heshtja është më e mirë. Heshtja është më e mirë nga fjala e padobishme. Nëse fjala nuk është e dobishme, heshtja është më e mirë. Prandaj, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, ose të flas mirë, ose të hesht. Nëse njerëzit do ta zbatonin këtë, do të përfitonim përfitime të mëdha. Sa e sa njerëz kanë dëshirë të madhe që të flasin dhe nuk i vënë fre gojës, dhe në këtë mënyrë shkatërrojnë jetën e dynjas dhe ahiretin. Prandaj dhe një herë, kujdes, Allahu na dhënë sukses në zbatimin e këtyre porosive madhështore. Jemi në temën e 56 dhe në hadithin e fundit për këtë mësim, ku thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, bab hakul jar, tema e drejta e komshiut. Pra, çfarë është obligim ndaj komshiut? Të drejtat janë të ndryshme dhe janë të lloj-llojshme, dhe nga më të mëdhaja të drejta ose prej hakut më të madh që kemi ndaj komshiut, është që të mos ta cënojmë dhe dëmtojmë as në pasuri dhe as në nderin e tij. Nga haku më i madh që kemi ndaj komshiut është të mos ta cënojmë dhe ta dëmtojmë në nderin dhe në pasurinë e tij. Sepse nëse e bëjmë këtë, kemi shkelur kufirin e Allahut dhe kemi bërë një veprim që ndëshkimi për të meriton të jetë shumë i ashpër. Prandaj njeriu duhet të ruhet që të mos bjeri në këtë grack të shejtanit dhe të hudhet në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Sepse, siç e tham, gjunahu shumë fishohet. Kur ti bën një vepër të keqe dhe e shoqëron me një të keqe dhe e shoqëron në një vend të vlefshëm, për shembull, siç është Mekka, Medina, e bën në një kohë të vlefshme, siç është muaji i Ramazanit etj. Gjunahu nuk është më siç mund të jetë gjunahu fillestar, pa asnjë lloj shkaku tjetër. Por nëse i mvishen edhe këto, atëherë gjunahu shumë fishohet. Prandaj Imam Buhariu ka sjell hadithin nga sahabi nderuar El-Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu, i cili thot, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti shokët e tij për zinan, për imoralitetin, kur vrin. Than, haramun harramahu Allahu azza wa jall wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pra i pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shokët e tij në lidhje me imoralitetin. Çfarë gjykimi ka? Ato than, është haram, e ndaluar. Dhe këtë ndalesë kush e ka bërë? E ka bërë Allahu azza wa jall dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Pra është edhe përkufizim. Pra përkufizimi i imoralitetit është i tillë. Dhe këtë ndalesë, kjo ndalesa vjen pra nga sheriati, që është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo nga mendjet e njerëzve. Tha, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, la yazni ar-rajul bi ashrati niswa aysaru alayhi min yazni bi imrati jarihi. Nëse një person bën imoralitet me 10 gra, është më e lehtë për të se të bëjë imoralitet me bashortën e komshiut. Wa sa'alahum an as-sariqa, dhe i pyeti ata në lidhje me vjedhjen.
than haram, harramaha Allahu wa rasuluhu, e ka bërë haram Allahu dhe i dërguari i tij. Faqala, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yasriqa min 'ashrati ahli abyatin aysaru alayhi min an yasriqa min beyti jarihi. Nëse do të vjedhi nga 10 shtëpi, është më e lehtë për të se të vjedhi në shtëpinë e komshiut të tij. Pra përmendet nderi i komshiut në këtë hadith dhe pasuria e tij. Pra në këtë hadith është e qartë që megjithse këto vepra që është imoraliteti apo vjedhja janë nga gjunahet e mëdhaja, këto shumë fishohen nëse ndodhin me komshiun. Njeriu në qoftë se do të bëj një vjedhje ose do të bëj veprën e ndyrë me një person i cili nuk është komshi, duhet të rritë ta ruaj dhe ta studioj disa ditë që të shikoj momente televizjes, kur hikin dhe kur hyn e tjerë me radhë, që këto i din hajdutat, Allahu ju zoft, dhe personat e ligj, që themi Allahu ju zoft, dhe na ruajt nga sherri i tyre. Por komshiu nuk ka nevojë që ta ruaj sepse ja di të gjitha veprimet. Prandaj Allahu e ndëshkon, pra ky meriton të ndëshkohet më rënd se një njeri i huaj. Prandaj duhet kujdes dhe duhet personat të cilët kanë rënë në këto vepra, nuk i bëjmë që ta humbin shpresën dhe të themi ty Allahu nuk të fal dhe do dënohesh. Jo, ne i themi pendohu, lëre rahat komshiun dhe bëj sa më shumë vepra të mira në mënyrë që veprat e mira ta shlyejnë të keqen. Pra e thamë që gjunahu nëse bëhet në një vend i cili ka vlerë, siç është Mekka, Medina, apo në një kohë me vlerë, siç është për shembull muaji i Ramazanit, shumë fishohet. Po ashtu edhe nëse gjunahut bëhet në një vend ku ti ke për detyrë dhe ke për shembull detyra jote ndaj komshiut është ta ruash, jo ta vjedhësh. Pra ti gjunahu shumë fishohet dhe siç ka ardhur këtu që vjen shumë fishimi me 10. Pra shumë e rëndë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith na mëson që përpara se t'i japi këshillën, bën një parathënie, bën një diçka të parapërgatitur, dhe këtë e zhvillon me pyetje dhe me përgjigje. Kjo tregon që kjo është nga mënyrat e mësimdhënies, që ne duhet ta kemi kujdes kur duam të mësojmë dikë. Pra te ky hadith ne mësojmë një nga mënyrat se si i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i mësonte njerëzit. Prandaj që jo gjithmonë mënyrat e mësimdhënies dhe përçimi i këshillës, jo gjithmonë bëhet vetëm në një formë. Format ndryshojnë që njerëzit jenë më të zhdërvjellët duke bërë pyetje përgjigje dhe në këtë mënyrë ata nuk e harrojnë diturinë që ti ua jep. Pra, kur vjen fjala që është më e lehtë për të se sa të bëj me 10, kjo nuk do të thotë që ky veprim është i lehtë. Veprimi është i rëndë, është gjuna për gjunave të mëdha, por ka të mëdha, po ka edhe më të mëdha. Ka ardhur në një hadith që është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
eju dhambi adham inda Allahi azza wa jall. Pra cili gjunah është më i madh tek Allahu azza wa jall. Dhe tha, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ti bësh Allahut ortak pra në adhurim dhe ai të ka krijuar ty. Qile thumma eith, i është thënë po më pas, tha, an taqtula waladak khashyata an yat'ama ma'ak. Të vrasësh fëmin tënd nga frika se ai të mos haj me ty. Edhe kjo është shumë e përhapur sot, që njerëzit i vrasin fëmijët që mbark nonës, nga frika se do t'i vi fukaralliku, pra përveç vrasjes shtohet edhe gjëra të tjera, Allahu na ruaj. Qile thumma ej, thuhet pastaj më pas kush është pra gjunave të mëdha, tha, an taznije bi halilati jarik, të bësh immoralitet me bashkëshorten e komshiut. Pra, këto janë hadithe friksuese për atë që ka zemër dhe është prezent, dhe duhet që t'i japim rëndësi, duhet t'i friksohemi Allahut, të ruajmë kufit e Zotit dhe të pendohemi nëse kemi bërë gjunah, në mënyrë që kur të vi meleku për të na marrë shpirtin, të na gjejë të penduar dhe i lutemi Allahut të madhëruar që të na bëjë prej banorëve të xhenetit dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Allahu është shpërblet me të mira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.